Imagjinoni një vend të vogël, por të blinduar si asnjë tjetër në botë. Një tokë e lashtë, e mbuluar nga mijëra sy prej betoni. Sy që vështrojnë horizontin ditë e natë, në pritje të një armiku që nuk erdhi kurrë. Në çdo cep të tokës, në çdo maje, në çdo breg, një vrim që shikon drejt qiellit me frikë dhe dyshim. Kjo është Shqipëria nën Enver Hoxhën, një vend i kthyer në kazermë. Një popull që jetonte nën pushk dhe nën hijen e frikës. Çdo mal, çdo fush, çdo rrugë, një pozicion zjarri. Ishte urdhri i padiskutueshëm, dhe kështu nën diktatin e paranojës nisi ndërtimi i asaj që do të quhej bunkerizimi i Shqipërisë. Para se të vazhdojmë, ju ftojmë që ta pëlqeni këtë video dhe të abonoheni në kanalin ton për më shumë histori interesante të kombit shqiptar. Mbi 170.000 bunker të shpërndar në çdo cep të vendit, disa në plazhe, disa në male, disa para shtëpive, edhe para shkollave. As fëmijët nuk u shpëtuan logjikës së luftës. Por pse? Pse Enver Hoxha ndërtoi më shumë bunker se çdo vend tjetër në botë? Pse Shqipëria, një nga vendet më të vogla të Evropës, ka më së shumti bunker për kokë banori se sa çdo vend i botës? Frika, paranoja dhe një ideologji që shihte armiq kudo, në lindje e në perëndim, jugoslavët, sovjetikët, amerikanët. Të gjithë ishin kërcënim, dhe Shqipëria sipas diktatorit duhej të qëndronte e përgatitur deri në frymën e fundit. Pas luftës së dytë botërore, Shqipëria u kthye në një vend komunist nën udhëheqjen e Enver Hoxhës. Fillimisht miqt ishin jugoslavët, pastaj sovjetikët dhe më pas kinezët. Por një nga një të gjithë këta miq u kthye në armiq në sytë e Enverit. Ai nuk i besoi askujt, as botës jashtë, as njerëzve brenda. Në vitet 70, kur Shqipëria ishte totalisht e izoluar, Hoxha shpalli doktrinën e vetëmbrojtjes totale. Ai besonte se një sulm ushtarak ndaj vendit ishte i pashmangshëm. Dhe për këtë arsye urdhëroi ndërtimin e qindra mijëra bunkerëve anë vendit. U ndërtuan rreth 173.000 bunker. Edhe pse disa burime thonë se numri real ishte më i ulët, rreth 700.000 të planifikuar, por shumë më pak të përfunduar. Sido që të jetë, kjo shifër është e frikshme për një vend me më pak se 3 milion banor në atë kohë. Por këta bunker nuk ishin thjesht objekte betoni, ata ishin simbole. Simbole të izolimit, simbole të një sistemi që e mbajti popullin të mbyllur, të kontrolluar, të bindur. Ushtarët stërviteshin të rëditën, fëmijët mësonin të qëllonin, gratë përgatiteshin për luftë. Kjo nuk ishte më një shoqëri civile, por një popullat ushtarake. Një ushtri prej 3 milion vetash që jetonin për të luftuar një armik imagjinar. Ato u bën pjesë e peizazhit, pjesë e jetës, pjesë e frikës. Çdo bunker kishte vend për 1 ose 2 persona. Dhe ashtu siç ishte sistemi, i izoluar, i friksuar, i ngurtë, ishin edhe këta bunker, të vegjël, të mbyllur, të vetmuar. Ndërkohë, vendi varfërohej, ekonomia rënohej, populli s'kishte bukë, por kishte bunker. S'kishte liri, por kishte pushk. Shqipëria ishte kthyer në një burg të hapur, me mure betoni që i shihje kudo.
Kostoja marramense. Shqipëria e varfër e uritur harxhoi miliona në ndërtimin e betonit, ndërsa njerëzit nuk kishin bukë. Në vend të spitaleve ndërtoheshin bunker, në vend të rrugëve bunker, në vend të shpresës frikë dhe beton. Në një rast gjatë testimit të strukturës së një bunkeri, Enver Hoxha urdhëroi një general të futej brenda dhe më pas shpërtheu një predh artillerie mbi të, për të parë nëse përballonte. Generali doli i gjallë dhe projekti mori dritën jeshile. Çmenduri apo bindje e verbër ndaj një njeriu që e kishte kthyer frikën në politikë shtetërore. Dhe sot, çfarë mbeti nga kjo paranojë? Pas rënjes së komunizmit, këta bunker mbetën si plagë të hapura mbi tokën shqiptare. Bunkerët janë ende aty, si fantazma të së shkuarës. Disa janë kthyer në kafene, të tjerë në muze e në galeri arti. Por shumica qëndrojnë bosh, të heshtur, e mbuluar nga bari. Dëshmi e një kohe që s'mund të harrojmë. Ushtria e Enver Hoxhës ishte ndërtuar për një luftë që nuk erdhi kurrë. Ndërsa populli i tij luftoi me urinë, me frikën dhe me heshtjen. Sot Shqipëria është një vend i hapur, evropian e modern, por bunkerët janë ende aty. Dëshmi të gjalla të një paranoje që mbuloi një komb të tërë me beton dhe heshtje. Po ju, çfarë mendoni? A ishin bunkerët një akt mbrojtjeje apo një pasqyrim i frikës së një diktatori që s'u besoi as aleatëve e as popullit të vet? A e mbrojtën vërtet ndonjëherë Shqipërinë apo e mbyllën atë në kafazin e betonit? Shkruani mendimet tuaja në komente, a ishin bunkerët simboli sigurisë apo i izolimit? Dhe mos harroni të ndani këtë video me miqtë tuaj që edhe ata të njohin të vërtetën pas betonit. Abonohuni në kanalin Histori Epike për më shumë rrëfime që nuk harrohen, sepse historia nuk është vetëm shkuara jon, është pasqyra e asaj që jemi sot.